Mirëmbrëma, shikues të nderuar, edhe sonë të këtu me emisionin Sitën Shosh, po ju përshëndesim, po ju urojmë gjithat mirat, edhe është një ditë e veçantë sot, është nata madhe, e festofshi gjithë, e inshallah jeni me shëndet mirë, e keni kalu mirë, edhe këtë vikend e kaloni mirë. Mirëmbrëma me. Mirëmbrëma, përshëndetje Abdullah për ty edhe për teleshikues të DTV-s. Urime fundi Ramazanit dhe kjo natë e madhe e Kadrit, Zoti na e pashpranua agjerimin gjithëve. Inshallah. Thash Zoti, presim edhe shumë Ramazana, shumë bajrame, shumë kësi net mloja, e na i mundson Zoti dhe na i bën kabul. Inshallah bremek, se këto janë do data më të caktuara ka pak, kur është çështja të fetë. E na që tash i kem pas si rand këto festat me Pashke, me to të ortodoksve, tash i kem edhe Bajramin, e besa nata madhe është bukur e veçantë, bukur e veçantë, po e veçantë. Nota më e madhe. Më e madhe, se mundën me ma marë, se po duhet me pas ka pak edhe kujdes, po më e madhe. E kur është fjala të net të mëdha, kur është fjala të Bajrami, të festat, është pyetje edhe bamirësia, është pyetje, janë pyetje njerëzit kanë qef me dhonë, tana lidhen bashkë. Unë pi të regoj një farë qaje, po kjo ka ndodhë bukur ka herme. Kishë pa ndodhë në kodë Turkit atëherë. Hajde bafshar Abdullah, se më tranuve me lojme që shto be bënë më pak. Vallaj, po mundona, po e marrë me komunizmu rrallu, po i harroj ka pak. Këto me bo me harru, këto nuk e kanë efektin. Po unë po mundona mi qitë fund. I pasan banzonë të i vjedh babën, djalin edhe mikin, vllaun e grus. E marrin në shtinë bërg. Pa tërkoha shëriatit e dënimet repta. E i dënojnë për vdekje. Po kur i dënojnë, thonë shko, bira një familje tash, merren vesh me ta, përshëndeten për herë të fundit që e kanë pasë edhe atëherë, dhe lezjo konë atëherë, po edhe tash me dënu me asi, t'i binë ata njerëzit. Edhe u përshëndeten, shkoj gruja ati farburrit, e hini aty të burri vetë. Ata farë se i men të mretit pashë, aty të ju silë. Dhe për i thëtë, burri, oj viznike, që që keni kalu këtë verë? Thëtë mirë njëri, mirë, thëtë, a ka pas bereqet, heq a ka pas, thëtë, po thëtë, po ma shumë ka pas shina, thëtë, po bereqeti s'ka mungu. Thëtë, nuk o ko keq. Thëtë, viznike, bën qka të mundësh. Burri, thëtë, gruz vetë. Ajo ja këthen, thëtë, valloj njëri, thëtë, ko me bo sa të munda. Edhe e krynë muhabetin ata nërveti, po këta rojet kurështar pak që ka falen këta me zveti burë e gru, shkojnë i kalzojnë pashës. Thonë marë pashë, thot, kuj tha, bënë sa të mundësh, aje i tha ka me bo sa të munda. Tha një farë dialogu kej pa, nuk mujtë me marrë veshka. Bima një thët atë grunë këtu. Qo dhe fisnikja qojnë atje në elte, hinë të pasha. Dhe thonë gjë, unë gjë da jo. Dhe fisnikja dhe të thira, thët, apo më galzan, shka fole me burë tonin, që të tha, bën sa të mundësh, e të i tha, po ka me bo sa të munda. Po a i burë e të tha, bën edhe qka së mundësh. Ti i tha, po a i po mundona me bo edhe qka së bonë. Tha po tha mret, po është tha po të kalzoj. Tha burri tha më tha, nëse është në i nevojli, e vjen kadera, e thirë në derë, e lypë, se atëherë nuk kanë pasha me i dhonë, po milë, gronë, qësi se janë bujqësis. Thotë, më se këthe thotë. Asë nevojlin, më se këthe thotë. Edhe nëse nuk i ki hiqë, del në kojshi i merri, e më silësho gjinën, e kojshis ja epi më sa nëja bojma, po më silësho gjinën më shku
keq. I herë mirë po është. Tha për këto fjalë, tha, zgjedhe tha njonin për të treve, tha ta falin njoni. Kjo ku kujtu pak, tha, unë tha, ma falsh, tha, fal ma vlau. Unë alë pasha për këshyrë, djallë i dhemshëm, hajde burri, po djallë i dhemshëm. E vlad mo. E vlad. E u që ditë pasha, i tha, pisnike, tha, pse vlaun, tha, burrin e djallin këtu? Tha, unë, tha, burr e djallë, gjoja pet, e vla, tha, s'kam ku e marrë. Së në gjoj mo. Së në gjoj mo, tha, se nuk e kam as babën, as nonën më kanë dek. Thot e vlaun e burr e gru gjoja pet. Thot e pisnike, thot, edhe unë, thot, do mi bojnë nërë, thot, të tretë kam e tilshu. Thot, se te keni bujar, te keni, ju pas kanë ndodhë kjo si pahiri. E në gjërë të tretë, me fjalë të mira, e me urtësi, e me bamirësi, e me tana. Për që ta e kalzova, që ta se e ka edhe qasjen e mirë. Qysh duhet me bo mirë, shka duhet me bo mirë, pa e lon vetën kesh nuk mundesh. E këto janë tradit të na, të shqiptarët janë tradit. Gjithmonë Abdullah ka posë malësure e grotë meqme, a përshe ajo me menqurinë e soj i ka pështu tretë. Por më smequkit meselën tonë e kotë pelidhe dhe një me malësure. Martuhet malësurja, edhe qatë notë që martuhet njështë të t'ja morin burin në zamë. Asër, ushtarë që pëthërim. Edhe atëherë i kanë mojtë gatë, ka 7-18 vjetë, 20. Edhe jetë me i zyrë, kënë në mujve, e marani djallë. Hajtë rritët edhe, kur i bën djalli 18 vjetë, i thotë qëre nonës, tash i rritë, tash ti du në shkue, me bli senet e, me bli horqin e se unë e mblu dhe nuk mujmo. Ja pregadit duqit janë, aje fastroj, sa një për porë, një për masë, dhe i merë porët me shku me bli gjona ndryshme, harqi, këna thona në qytet. Ja pregadit edhe punkt, atëherë në kuna punkt e lkurës, edhe na punkt jashtini kukër kalamac. Edhe një se ta i shkon, hajt. E i blin atë sene edhe vjen, edhe kur këthejhet, thot, a më një dhe be djole jam, a më një kryve këtë punë. Vallaj bre, non, erdha i kryva, po, a vludha, vallaj, ludh, nuk jem non, dhe që ke kom u myti. Po qysh be luke, thot, po pse se ke doha pongën e me hikat, gurja, qatë ka hi aty, aja me qëllim, me ka shti kukë në kalamuqet. Thot, he kuku për mu, për kon e kum qutrit, e kuku për ty, thot, që sen s'pas ke ditë. Se me paskuna e djoli me që mi shnol, e këshje kukën edhe këshjec. Po, nuk i ka romen që du me nolli me hikat për ngishtë, shkote normal. E ju kish pa dhim malësurës, që se ka djallin bashkë këfjet. për kon e ka qutrit. E që ke të thunë ti, ajo burë edhe djollë gjona petë. Po vlotëni e bobe nuk ta së një gjonë. E bo shaj bre Abdullah se vallohi në knoqe me mabet. Pilshojmë në lejnë që të. Anë bre Abdullah e lëshojmë. Prezidentja Vjosa Osmani masakrën e Poklekut e ka krahasuar me Holokaustin. Sipas të parës së shtetit, regjimi sërb kishte për qëllim shfarosin e popullit ton. Aja ka shtua se persona që e kanë urdhëruar masakrën dihen me emër e mbi emër, por regjimi në Serbi nuk po vendos drejtësi. Mik, bre, dhejmë shme farë të punë. Bre, mik, që tash këto generatat e reja, inshallah nuk i harrojnë të sene e i kujtojnë se këto u bon 24-5 vjetë mas lufte, e vjetë shkojnë e ikin, e këto senës duhet mu harru. Kur për një që to, po mdalën parasysh shkret, Milazim Miku,
54 në Poklek, diku 60% fëmijë e gra. Leqi i kanë vra brëmik, e i kanë masakru, po jenë që i kanë dje ku foma brëmik. E sot na baravatëm, apo vjen, apo flet Vučići, apo flet Miloševići, edhe qërë se këta të njëjtën, si ajë, si Miloševići, si krejt njësoj. Kemë thonë edhe disa herë. Edhe me krejt kjo botë është këtu. E sot kriminelt, e që aty në masakra o brëmik, sillen në për Beogradën, në për Serbije, në për... Bese ka herë hinë edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë, brëmik, për që ta ka u dhamë Veriu i Mitrovic atje, se edhe në Kosovë e kanë barikadu brëmik. Me njëherë, mas luftë mik, janë hi bandat e paramilitar e kanë barikadu qatë pjesë të Veriu që anajt Mitrovic. Ato pak edhe me fajin Fishtonin, po edhe ndërkombëtarëve. Po edhe na një rrist fajit, po. Janë vra 10 burra intelektual, punëtor, e njerëz të mirë, janë vra që si kanë shu shtëpiat e veta, i kanë vra edhe janë dalë të ura e Irbrit, e janë dalë rojet e urës në krye me Jovanovicin që e vranë vettash. Ivanovicit. Po edhe me smeja ditë emnin kur gjonë së punë. Skorën si e punë. Se një type. Zotën, kur pi përmen një emnin e tyne, su kur me qitë zharavë për goje për ndokër. Qaqë të mërshme janë. Ku kanë konë këta të partë tanë të shtetit, edhe kryetaria shtetit, kryetari qeveris, kryetari parlamentit, se masakër e të mërshme. E përmen edhe ajo Holokausin, presidentja. E vërtet është. E sot, na duhet mi fola la qëtu, edhe sot është, janë zgjedhjen Verit Mitrovic, aty qohën e bojnë propaganda, e filma, jo ky, jo aj, jo ky, jo aj. Na kanë lonë shërin, aty e kanë lonë shërin, për kur donë, a 15 shërë aty. Se nuk o kobra zërmi në alta. Po na këta i kem hek për këtu i të krejtë, brëmik. Pa të janë konë Kosovë krejt. Janë konë denjë kufit Shqipnis, atje e kanë rujtë edhe kufinë në Shqipnis. Ushtria Serbisë e Jugoslavisë. Po janë shku krejt. E janë qatë pjesë, po kanë lujtë pak me tradhti, na kanë tradhtu. Se sot nuk ishtë që ajo pjesë e Mitrovic ashtu. S'ka pas nevoj më konë. Se na nuk imi shku mi marrë ashken tonë, e jonë është ajo. As ku shumë linë tonë, as ata që i kanë shpërngull, burrat e gratë e krejtë e narë, sot i thonë lagja muhazherve në Prishtinë. Tash ajo popullu edhe me të tjerë, po që ajo pjesë që atëherë kura ardhë, pe që ty në tortura o tyne, se zgata pak falen. Vallo Hevdullah këtu ditë për na këthejnë më ropa edhe pe kujtojnë a shumë, edhe është mirë që du të me kujtu edhe me kujtu sa t'jem gjallë këtu. Krimet që janë bo në Kosovë. Të janë krime shumë të rona, që pak venet botës kanë bo kësi farë krime. Edhe Pokleku, edhe shumë venet tjera, gjdo ku në Kosovë. Nestra është 18 prilli, e është dita e dëshmorëve të Prishtinës. Edhe përkujtohet kjo, veç në katunin të Mares, janë 78 vramë. Qështë atë edhe gra, edhe pleq, edhe thmi, bile 3 pleq që kanë djekë në shpe, për zgjallë, veç jënë konë 2 ploka të paralizume, edhe i kanë djekë, edhe thmi në vogël i kanë vra, e i kanë masakruhe. Bile një plak, 72 thika, plak i paralizume thuë që ja kanë. E këtu, për këtë krime, bre Abdullah, ma i keqja kësoj puna është që hale kush apo shumë pak ndërnu. Edhe i kanë dhonë me emën, me mbi emën. Janë me emën, amik. Po edhe heq më skufshin emnat. Ata që kanë dhonë urdhër, ata po dhjët, sa të tha, dhjët kush ka komandu, kush ka dhonë urdhër me bate masakra. E pa u gjetë këtu, këta, me shku në burg atje, e me lo dënimin që për krimet që i kanë bon, këtu rahati nuk ka. Se që ata të njëjtit kriminali janë të i bo, atje në veri që dhe ati.
7 një ty janë 2 botë të sene. E këta shlirimtarë tu në atje sot, i mojnë burg atje, e ka me zgodh 4 vjetë, 6 vjetë, që kanë bo ata? Kanë desh me liru veneve. E sene dhishme, bre Abdullah. Dhimshme. E Zoti paqborha me shpirtyne se natë e modhe, inshallah Zoti i shpërblem me xhenet, ata dëshmurt dhe në xhenet shkujnë, po... Amen. Ngojmë dhe lajmë. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, i ka kërkuar Ministrit të Financave Hekuran Muratit që pas 2 vitesh pushim në qeverisje të fillojnë punën. Këtë reagim ajo e bëri pasi gjatë ditës Ministri Murati e akuzoi Lidhjen Demokratike të Kosovës se për shkak të dërgimit në kushtetuese të ligjit për çmimet në tavan, sot qytetarët po paguajnë më shtrejt vajin e grurin. Vëllai me ku po përmendën çdo parti politike, hiç po kam qef. Po di pse se këta si të japet lajmi, japen me kritiku qeveria me kritiku. Këta i ki pas që shkojnë, jo i ki pas fajet ti, jo tash i ki fajet ti, kjo e pas ka dhoni titull, kjo zoja, po kush mirë, po thot mas 2 vjetë e pushim, që po që keni mendën me botash. A pianisni hiç me punu. A pianisni, na isana as pianisni. Sa i është, unë ngova që atje një fond monetar, ndërkombëtar, femeneja, shakeja, që i kishin dhonë një kredi, po na shqyqyr që i keme edhe ekspert mirë, të fushat ndryshme. Se në tana fushat na nuk mu i prekim, thënë na i prekim ka pak, qështu se tash në ekonomi, unë kur ka ekspert bëllë, po të nguq ata ekspert, po na apin mundësi edhe neve ka pak me folë. Po thot ti ki parët, Shtini parën qarkullim. E je shku atje ki ma mirë që ki marë, edhe po na besojnë, ndërkombëtarët e po na apin, nuk ka keq. Po shtini bre dhe që to që i ki kësaj dhe mos i le bre, mos i le truq se nuk e kanë efektin. Na kemë folë edhe disa herë për para. Kemë thonë edhe disa herë që para që rrinë s'ka vlerë. Ajo i hub vlerë, a është e vërtet që tash imi mësu edhe na. I rujshin vallaj për para, i shtishin ajra me të pas shpirti, plakat tana. Sarja u qelë që ato gjoj që ka pak se të hekun keq. Mi ju gjetë në dakik klik, kur se kanë pas vetën sigur. Kur nuk e kanë pas se na e të okupum të na heret, e më shef ka diçka, e qete, e Bovakio dek krite se ka prek kur. I kanë metë qatë, I kanë metë pa i qatë. hargjit. Po, në dakikat lik, për dakikat lik i kanë rujt. Edhe kjo zoja e pas ka thonë ati, Muratit, këqyr bre, mas 2 vjetë pushim, pas ki pushu balë, punoni najsana, vyni najsana. I bre Abdullah, me ne gjitha të pore e me hike shpupli, është gjëna. Sa të pëjhan inflacioni ka 200-300 milion aty për ditë, e si jesin kur gjotën aty. E mi anisë me përnue me bo projekte, ma si ka pore, e mi avrit rrugat, e me nëriq jetën e këtyne qytetarëve këtu, është mirë, Abdullah, se vallohi edhe ke farë pune, e shmimi tavan, u dhe një ditë këmë thonë qëto. Qëre shmimi i grunit e i vojt e këtyne artikujve që janë... Domosdoshëm. Domosdoshëm caktu në berz atje. Së në caktujmë na, se pakim nuk kemë, ku me di sa shumë gruna e vaje. Por këtë punë, bra Abdullahu, duhet me i subvencionu këtë produktet bosë. Edhe millin grurin, në fjolla, se këta mëllime blu kemë sa dushtu. Grurin me subvencionu e vojnë e tomlin e qëtu produkte bosë janë me pa subvencionue edhe me ullë qmimet se na nuk mujna me i përbalu. Me i përbalu kësaj fa krize. Vërtet është. Na përshkojmë me pak marketing e këthejmë pas pak. Rezervo gjirimin për dasmën tuaj. Pako 1, një kamerë, një fotoaparat. Pako 2, një kran kamerë, një fotoaparat. Pako 3, një kran kamerë, 2 kamera, një fotoaparat. Pako 4, një kran kamerë, 2 kamera, 2 fotoaparate dhe dron. Për më shumë, kontaktoni në numrat tanë të telefonit.
them pjesën e dytë të misionit, unë janë ndërpreva pak, me lazim mikut, po më kritikon, si po mes veç me to këtu, për pa juve popullat, dukri më kritikon. Edhe unë ja pranoj se më kritikon me vand, jo pa vand. Vazhdo, Mik. Vëlloj Abdullah, që aty që për qitë femenen që kë fundi monetor ndërkombëtar që the. 780 milion i kanë të nejt aty. E në shku i kanë morë kreditë 280, 300 aty bojnë. E tipore tua kur s'po din me hargjit, po që ka po merë kredit? Ti hargjit i shtetuat, kur ti hargjit shtetën, hinë e merë kredit. Nuk jem pak 800 milion me të nejtë, sot, bradu. Nështë ka menën me shtru, brada rrugë i kalon gjysë, që ty ka Peja, ka Mitrovica, ka Podujeva, për qëta i ka marë, nështë që ua, se këto nuk o ka do mishtin punë, këto ka i runë bërë burri dhe cukur ato plakat, atë thash. Po ja hanë, Abdullah, inflacioni, halem, një grupë ku në halem mshilë se ko. Po kapje mshili grupat e në reqi ullë, rritja rrugat, besa rritja penzijat, një mojërosëm sociale, shtinë të porën qarkullime, si t'ju dhe i shpora ata shkujnë e blinë, qështu zhvilluat ekonomia. Ja me të mitë aty, e me të hongër inflacioni. Na e kemë edhe pejderë të i bra, se qësh përdojnë, a mundi me hargjit ato para, as mundi, po pejderë të e kemë që që bre punoni në ajsan në vynje, shëllnit qëto gropa që për 10 milazime, besanisë në rrugë të krejta, dishka të të shije që erdhen 4 vjetë. Na dishka për energji me prëllurë. Po erdhen marë 4 vjetë. Impiantuje, fabrika, me funsu trite. Për shemër që kej trit na ikën na dullin jashtë. Mos ju kalzëm, mërë se të shi marin që të tua të bojnë najsan, po këta shka kanë me kalzu, kur të bojnë 4 vjetë me dole me thonë e kemë bojnë qëta, qa me thonë? Po në ti morën veç një të shtim, porën në qarkullim. Ta ngojmë edhe i lejmë shtu. Qeverinë e Sërbis, Petar Petković, ka reaguar pas takimit të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, me 4 kandidatet për kryetar komunash në veri të Kosovës. Petković në fjalën e tij është shprehur se mesazhi që Kurti ka quar është sundimi në veri dhe se ka vazhdim të dhunës ndaj serbëve. Qërë Mik, ishkon shku në kish Deçanit. Petković, ja? Po, Petković ishkon shku në kish Deçanit, mu pa me të, më këmë thonë edhe i natë, ajo oficer është atje, nuk është klerika, nuk ka të baj his me feja atje. U përmbajten ka pak, u përmbajten se sharin ardhën kanë thonë, këtu është Kosovë me të hija, jo, kjo është dy që ka thonë se se kom përcjellë fort, po e pa aty dalë për kishe. Tash, ju ka gjujt Albin Kurtit e qeverisë tanë, e shtetit tanë, pse po do me i bo në zjedhe në veri. Edhe nuk ka këthej mrapa heqë. Për arsye se vetë me ndërkombëtarët e kanë caktu datën që duhet mu majtë ato. Edhe këta, miko këta kanë shu vetë aty. Jënë desh policia, kanë shu gjyqësia, ato është, ajo pjesë është e Kosovës, nuk mundet me funksionu pa i pas organet. Pa i pas organet e veta. Zjedhjet janë domosdoshme. Këta nga mundohen me çdo kusht, që ta Petkovićat e që ta që i këshin pa leju me hi këta në Kosovë, mërbëllë kanë leju e dhe të hen, po jem të ju përpjek me bo skandale. Jem të ju përpjek edhe jem ka përpjekën fort që me i tutë atë popull atje. Këta ka thonë edhe vetë Serbë të Kosovës, jo na që po qpikin. Po herë ja u djegin kjerët e, herë i kërcnojnë, herë ja u ngjesin tiketa atu që ke aty në përgjohëm atë kjerëve në kjerë, del njëri prej aty të shkon e lajmërën policinë, thët, marë ma kanë gjitë ata se këto janë shaja që të në gjetë ata të shqit vret, ose bon dishka, djeg, ose të bon dishka. Mu ishin me bo skandale kanë me bo. Po edhe na jemi para një sprove që duhet me i majtë ato zgjedhje dhe duhet me i përdor autoritetin. Duhet me i përdor autoritetin. Nuk ka mo, jo pilusim këta, jo ata. Nëse e kem dritën e gjelbër, edhe e kem, se i kanë përkras zgjedhje ndërkombëtarët, duhet me i bo zgjedhje. Ata, kush del, dhe del. Daqin me dalën me zgjedh, priste vetë aty të dalën të zgjedhin, Serb. Qëfar deklerate e ati Vučićit atje, se s'pëdu me hi as fel, i kështë dhonë një farë deklerate dhe aty e 90% Serb.
në veri të Kosovës 90% serbe, aty janë popullat një 20-30.000 vetë. Krejt janë 20-30.000 vetë. Aty as nuk o dasht as komun me pas, as kur gjohesh, se ka ata bandat e kanë edhe bandat të komunikun mes veti, të janë droge, të janë prostitucione, të janë gjithë shka aty. Herë kështin Kosovë, herë në Gjerëpi Kosovë, herë që të anë nej, herë bën e kënej, këtu i kanë pas pazaret e mdhanër veti, Miko. Këtu duhet mja hek dushkin. Tash, është arë situata mi këput ato senë, dhe duhen mu këput se nuk i tolerojnë asë ndërkombëtar, asë bota si toleron ato. është arë një, a i thët 90%. Po na i mikon 97-8% Kosovë krejt shqiptare, o dash krejt bota me intervenu se boni masakër e vrave, mytje, patëm në lajmin e parë që e thamë që i ngumë që të lajmë parë. Që kjo është që ka bo këtu, 97-8%, gati 100% i ngon shqiptarë në Kosovë, e ka bo. Tash e merë një vend që e ka nda me dhunë, me janë kontrabandën, e thot 90% janë serë. E që shpa danë. Po kjo është. Qëre, këtu edhe një herë në shty zjedhjet. Një shtyje e kanë shty qëtarë për në predhë. Mënyra ma demokratike në zjedhjet. Ju ka mundësue, ju ndo mjetet, ju ndo fundet, u saktu dota, u saktu veni, do të me i moj zjedhjet. Edhe vetë qytetarët me zjedhjet përfajsus të vetë. A në gjitha ta kanë ndërreqje, po du me zjedhjet përfajsus të vetë aty. Që duhen me dole ata në zjedhjet, që s'dolen të tash me zërë kur kanë sunë e qetë. Në vërtet është. Mirë, po këta janë të prirur, janë pregadit për me bo kësi fariskenime, e me bo probleme atje, me koll kjerë, me koll me tut besa. Gjdo kush që përnëna për institucione shtetërore, për shkresh në përkërësnesh në atë. Vetë se është të përnu me qeverit Kosovës, a me e këtu sen e këta inskenujnë, po në fund i ka orfuni kësoj punë, nuk kanë më që ka me bo. Aty kontrabunda, hajnia, aty sen e kanë më nëllë. Se është të vërtit që kanë posë interesat mëlloja aty, se kanë shti malë pa dogone, me rrymë spagujnë, ujë spagujnë, aty farë kriptovaluta që janë kejtë atje se rryma papore. E aty sene du të me nëllë, unë jam për këto pavarësisht kusha në pushtet. Sot do Albini nështë ako me kondi pushtetë, s'ko me rëndësi, po unë jam me funksionu shtetin dhe në kufe atje. Shteti me funksionu. Ta ngojme dhe i lejmë. Migrimi po vazhdon të zbraz shkollat e Kosovës. E këtë shqetësim e kanë shprehur në Mitrovic pasi ka rënje të numrit të nxënësve. Drejtuesit e disa shkollave thanë se vetëm brenda 2 viteve të fundit, 10 nxënës të tyre tashme kanë braktisur mësimin dhe janë zhvendosur jashtë Kosovës. Allah e me shqetësuse, po qësh do t'i vjen kjo farpunë, nuk e di, ama këto jenë lajme që jenë ka japin vetë institucionet shkollore. Jenë ka japin shkolla. Nuk jenë lajme që veç që kanë qitë një lajme. Po ata jenë ka shqetësohen që jenë ka mesin pa fmi, pa nxanë. Kur një shkollë, pe 7-8 paralele, 10 paralele, që ka pas edhe dhe 20 paralele, e me të largu për 6 mujt det, ose për një vet ka 2 paralele, për herë ka 2, aty është qetësu se fort. Se shka do të ndodhë, shka do të bohet, nuk e di. A ka nërman ky shteti joni që me siguru këtë popullat vetën që nuk kemi bërë shumë popullat bërë, imi të 2 milion njerës, po hajde jenë shkuve, vallaj nuk i kanë këtu 1.200.000 njerës. E me mujtë me dalë njerës të meqe me zhvillu këtë vanë, e me au kriju mundësin, sa e me rrugën e mërgimit, jetë qëtu e punon qëtu, po me këbre, asë nuk u rritën rrugat, asë nuk gjanat produktet shkun havan qelë, na ka njëherë edhe metalli pe i bojmë të punë, pasha zotën është, që kjo është qëtësuse. Jetë pa njerëz në Kosovë, jetë pa rinin në Kosovë, qohet burri e gruja i marin 3-4 fëmijë, ikin e mësyn rrugën, e mësyn gërbetin, vendet tjera, ku po shkojnë, shka po bojnë,
me gjetë, me jetu ma mirë, se veç një jetë e ka njëri, veç një. E na e kem pas një kulturë tjetër, se jemi rrethu që aty kem hongër 10 vetë, 15 vetë, një pjatë, një sahan kem hongër aty. Me nëzën zajshim ka i kokër pasull, kur u bëj ke pasull, që ma shumë ka pasuj se kokër. Kur e bishin kosin, të ishin që të juj, të rëzo, se o bëhet ma i mirë. Miko na njerëzi nuk më irnojnë më kështu. Nuk mundën, se u ka shijet që shjetojnë në Evropë, nuk janë njerëzit e dalun tash, nuk mund është me shtin ka faze me thonë mirë, rrini ju rahat se unë jam këtu i pari. Duhet me menu për këtë punë. Mas gjithë kësoj lufte, gjitha këtyne humbje, se falim pak më heret për masakre pa. Tash më uquë popullata e me tik për këtuit, sen ma keq për këtë vend nuk ka. Tha për në zonë, sa që këllojmi, na mas lufte, nuk e na pos ku me shtinë zonësat, edhe 4 ndrime kam punu. E mulle me maru shkolla, që mos me punu 4 ndrime, me punu shkollat me 2 ndrime, njerë me 3, me 2, tash apesher nuk ka, as me një ndrim nuk ka në zonësat. Kjo humbja maj mulle që mundet, po i sholla e rrug të një dure hajrit, e ishtin atë pore që tham jënë të nejtë, edhe që tu që i pas kanë morë kredit, e ishtin vend ku duhet, e zhvilluhet ku vend, e punësuhen të rritë, e ja vrit besa dhe rrugat, e ju kryon kushte për jetë. Si të kryon kushtet e mira, kur sikë se sen mazër, se me të shu vendin tonë, me shku me nejnë 10 ujë nuk ka. Po, du me ju kryu kushteve të mira për jetë, për mësë me ti kushtetar për këtë ujtë. E kjo puna ma e dhimshme, po sholla zutin animon e që shfeti ma heret e rrukin ndur njerëzit e meqëm këtë mund edhe i të fillujnë pak senet. Që bramik, po ishli 3-4 vjetë, 5 vjetë, po pej 2008 bramik, me ka 100 euro shtesë kanë pensionerat, 90 euro, 80 euro, 70 euro, 100 euro. Po a menojnë ata që i kanë prind të ty në qështu? A menojnë njerëzit që vinë me pretendimet ndryshme me zhvillu vendin, edhe len pensionerin me 90 euro, 100 euro me i marë, pa ato as ndihma sociale që janë bërme. Jo mas i loqe si pas i loqe nuk i dalin bërme. Të pensioneri për nëllëna, pa a i shkon 8 orë në punë i ban, i merë 4-500 euro rrugë. Po kjo, unë nuk e di, a ju vjen marrë me najtë pushtet kështu. Po hala rrugën minimale se kanë qeso, kanë thonë, se kanë rritë. 170 euro o rruga minimale këtu. Po 170 euro. E na, me të thonë është qëtësim, po ma shumë ishala e njën, kush e veprojnë e këta i njën për gjithit të kritika. I njën për gjithit. E din krejtë. Se shka është lidhë një e kështu, që mes me mujtë pak, që ta njerës që janë paradeke me pas një dignitet vetin, me pas një pak të vetin, e që nuk i thët fëmiz vetë, se tash nuk o ka jeton kush me konin, e që si thët fëmiz vetë, bire mraba marë se s'pom dalin për ilace. Kjo nuk ka kuptim. As një qeveri, as një pushtet, as një gjatë dhe i tash. Edhe tash kjo qeveri që 2 vjetë e fjumë ka i banë këtu, e njëta gjatë i vazhdu, i kanë demoralizu njerëzit, i kanë gjvesh për identitetit, jam edhe vetë në atë moshën që imi gjvesh. E na për sonte për ju përshëndesim, e natën e mirë bëfshi. Natën e mirë.